Do diskutojmë tani edhe në lidhje me programet që ofrohen nga agjencitë e ndryshme shtetërore për të mbështetur shtresat e ndryshme në vendin tonë dhe referuar disa shifrave të publikuara nga Agjencia Kombëtare për Punësimin dhe Aftësimin. Në vitin 2025 është punësuar një numër i konsiderueshëm vajzash dhe grash në vendin tonë, plot 13.308 nëpërmjet këtyre programeve. Ne mëgjërësisht në lidhje me këto politika dhe efektin që ka në shoqëri, do diskutojmë me sociologun zotin Gëzim Tushi. Zoti Tushi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Atëherë, sikurse e tham, janë punësuar mbi 13.800 vajza dhe gra nëpërmjet programeve të ndryshme që Agjencia Kombëtare e Punësimit ka ofruar për to. Fillimisht për ta nisur bisedën, punësimi ose lehtësitë për punësimin e grave në vendin tonë, grave dhe vajzave, kanë efekte të tjera sociale, pra lehtësojnë në një farë mënyrë edhe të tjera probleme, kanë efekt zinxhir? Shiko, unë mendoj që ky diskutim që po bëni ju sot në televizionin tuaj të nderuar është me shumë rëndësi, sepse hap një dritare për ta diskutuar problemin, jo vetëm thjesht në një aspekt që ka të bëjë të zëm raporti grave me punësimin, por ka të bëjë në radhë të parë me problemet e buxhetimit gjinor, që është një koncept modern, i futur edhe në shoqërinë shqiptare, sipas cilit duhen ndjekur politika favorizuese, mbështetëse, nxitëse, dinamike për të ndihmuar gratë, për të shmangur në një farë mënyrë këto konceptet maskuliste që ekzistojnë në shoqërinë tonë, konceptet pejorative për gruan në raport me karrierën, me punën, me paranë, me suksesin, të cilat janë tipike në një shoqëri tradicionale. Kur flasim për buxhetim gjinor, sepse njerëzit do kujtojnë se qeveria bën 2 buxhete. Nuk kanë 2 buxhete. Është një buxhet, natyrisht, por ka prioritete buxheti dhe në këtë rast fakti që janë vendosur $84 milion ose 84 miliard lek sipas deklarimit që ka bërë Ministri i Financave i Shqipërisë, janë që shkojnë sui generis në mënyrë specifike për të favorizuar pikërisht gratë në këto synimet e tyre për të mbështetur gratë, për arsye sepse nga pikpamja gjinore ato kanë një varg probleme që lidhen me pabarazinë që ekziston në shoqëri, me pabarazinë që ekziston në familje, me pabarazinë që ekziston lidhur me të ardhurat që gratë akoma sjellin në familje, sepse papunësia te gratë është akoma më e lartë në raport me burrat, po dhe të ardhurat që marrin gratë nga punësimi për fat keq, nuk e di, po kam lexuar një studim të Sandbergut, të një ish drejtoresh e CEOs, e cila thotë që te gratë në Shqipëri janë të ardhurat janë 17% më pak se sa burrat. Pra, për të njëjtin pozicion pune. Për të njëjtin pozicion, pra do të thotë që ky buxhetimi gjinor është një instrument që përdoret nga qeveria, nga organizatat e tjera, sikurse është agjencia që nxit mbështet punësimin dhe aftësimin e grave, të cilat ndikojnë për ta zbutur këtë handicap, për ta zbutur këtë handicap tradicional, këtë mur kinez që ka ekzistuar në të kaluarën dhe që natyrisht ka ardhur duke u zbutur, por që kërkon akoma më shumë mbështetje. Sipas gjykimit tim, fakti që shifrat janë dhënë, janë premtuese, janë optimiste, nuk janë për të neglizhuar. Në qoftë që ato janë të vërteta dhe besoj që janë të vërteta, sepse janë të atyre i referohemi. Pra, nga institucione shtetërore, të cilat nuk besoj se jemi detyruar të besojmë. Po fakti që që janë punësuar gjatë vitit 2025, 13.300 gra janë punësuar, është një shifër goxha e mirë për Shqipërinë. Apo fakti që 7.200 prej tyre janë rikualifikuar ose riaftësuar ose janë futur në kurset e trajnimit profesional dhe aftësimit të tyre profesional për të qenë kompatibile me kërkesat e tregut të punës, sepse siç e dini, për arsye historike, niveli i shkollimit të grave në shoqërinë shqiptare, jo në gjitha zonat dhe sidomos në zonat rurale, është i njëjtë dhe është në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Pra, do bëhet një politikë diferencuese për gratë të cilat kanë nivel të ulët arsimor apo arsye të tjera për të kualifikuar, apo që janë punësuar 2800 janë punësuar në agjenci të tjera përmes subvencioneve kryesisht. Me subvencione dhe 177 kanë hapur bizneset e tyre. Pra është një hap, mbase i drojtur, mbase jo në përputhje me kërkesat e kohës dhe me ritmet e zhvillimit të jetës demokratike në Shqipëri, por është një hap vërtet i rëndësishëm. Ndërkohë, profesor Tushi, në mendimin tuaj, këto para
84 miliard lek që e përmendje dhe ministri me rastin e 8 marsit. Në mendimin tuaj, duhet shkojnë më tepër, pra t'ja aftësojnë, mos t'jepen si para, po e marrim në mënyrën më thjeshtë, mos t'jepen në formën e keshit dhe të shpenzohen, pra t'investohen në dije, do t'jetë skenari më i miri mundshëm? Të dyja rrugët në këtë betejë për të rregulluar këtë handicap social që ka shoqëria shqiptare lidhur me problemet e barazisë gjinore në fushën e punësimit, pagesës dhe të aspekteve të tjera financiare, të dyja rrugët janë tamam si dy buajt e një qere që të rreqin karron gjinore për ta shtyr atë përpara. Nga njëra anë është politika monetariste drejt për drejt e favorizimit me subvencione, me mbështetje në kesh për gratë, sidomos kur është fjala për mbështetje për gratë që kanë fëmijë, për gratë që kanë nevoja të tjera specifike. Por nga ana tjetër, unë jam gjithmonë partizani asaj që na thanë që në fillim demokracisë, çështja nuk është që t'ju japim peshk, por çështja është që mësojmë të peshkonim. Po. Dhe në këtë kontekst mendoj që kjo metaforë në këtë rast, mbështetja më shumë për aspektin e aftësimit, e kualifikimit, e rritjes së nivelit profesional, apo dhe të arsimimit profesional, apo arsimimit të përgjithshëm, janë rruga më e sigurt për të penetruar gratë në tregun e punës dhe për të tërhequr ato në këtë treg. Por kam përshtypjen që ky buxhet gjinor është i domosdoshëm edhe për të qenë i pranishëm në atë që unë e quaj sektori i tretë. Sektori i tretë është sektori i shërbimeve dhe besoj që gratë janë kategoria që kanë më shumë nevojë se gjithë të tjerët për shërbime komplementare, për shërbime shtesë, sepse siç e dini një pjesë e grave i pengon për të kualifikuar, për të punësuar, për të aftësuar, për të integruar dhe për të qenë të barabarta në jetën shoqërore, fakti që ato janë gra dhe që kanë disa detyrime që lidhen me mëmësinë dhe me bashkëshortësinë e tyre. Punë e papaguar, profesor. Punë e papaguar e tyre, që është një problem që duhet diskutuar në shoqërinë shqiptare. Të ofrosh shërbime sociale në familjen tënde dhe të bësh kujdestari të besuar do të thotë që duhet paguash, sepse atë punë që bën ajo për të tazëm për të shërbyer vjerrit, apo vjerrës, apo për të mbajtur fëmijët dhe kur kanë probleme sidomos karakterit shëndetësor, gjendje të aftësisë kufizuar etj, janë punë të cilat duhet paguhen, edhe pse ofrohen nga gruaja në familje, duhet paguhen. Kështu që unë mendoj që duke bërë diagnostikimin e shkaqeve pse gratë janë më të prapambetura në fushën e punësimit, në fushën e karrierës, në fushën e karrierës, në diferencuar në fushën e pagesës dhe të përfitimeve të tjera financiare, të gjitha këto, ky diagnostikim na nxjerr tek një konkluzion sipas të cilit në mënyrë të tërthortë duhen bërë investime. Ky buxhet social, ky buxhet gjinor në mënyrë të tërthortë duhet të akordohet dhe duhet të orientohet drejt ofrimit të shërbimeve që zbutin statusin e gruas në familje, që krijojnë kushte që ajo të largohet nga familja dhe të futet në botën e punës duke qenë e lirë, e pavarur, e sigurt, e aftë, e kualifikuar, por ama duke ja hequr barrën. Pra kjo do të thotë që ky buxhet duhet orientohet më shumë në krijimin e institucioneve sociale që ofrojnë kujdestari, që ofrojnë shërbim të besuar, që ofrojnë mbështetje për gratë, sepse një pjesë e grave nuk shkojnë në punë, sepse s'kan ku t'i lënë fëmijët. Një pjesë për e grave nuk bëjnë fëmijë, siç e dini ju, sepse lindja e një fëmije jo vetëm thjesht që ka kosto, që duhet llogaritur mirë tani më, po ka dhe një problem tjetër që lidhet me marrëdhëniet e gruas në punën. Dhe ju e dini që në tregun e punës, sidomos në atë privat, gruaja shtatzan me njerë shikohet me alarm në sytë e pronarit ose të punëdhënësit si një problem që dhe në shumicën e rasteve e zvendëson, nuk e zvendëson dhe ajo e humbet. Atëherë do të thotë që ky buxhet gjinor duhet me siguri në mënyrë kapilare duhet konvertohet ndoshta edhe në mbështetjen në rastin e gruas që është në sektor privat dhe ajo largohet për shkak të shtatzanisë dhe të lindjes së fëmijës. Ndoshta edhe këtu mund të subvencionohet diçka nga shteti për t'i garantuar vendin e punës gruas në mënyrë që ajo të mos jetë në gjendje alarmante, sidomos kur shtatzania është e padëshiruar ose kur fëmia është jashtë planit, sepse kur është brenda planit sigurisht merren edhe disa masa të tjera shtesë për të mos pësuar gjë. Kështu që unë mendoj që balanca midis trajtimit të drejt për drejt monetarist, pra përfitimit me bonuse, sikurse janë ta zënë bonusi i bebes, që ishte më përpara,
ishte një projekt i cili ishte një aspirin sociale që iq nuk ndihmoi në përmirësimin e natalitetit në shoqërinë shqiptare. Natyrisht u bë një hap tjetër, qeveria e ktheu në një politikë monetariste të shpërblimit me para për gratë që kanë fëmijë në ngurdestarinë e tyre. Por unë mendoj që akoma më shumë ky buxhet gjinor duhet balancuar me raportet midis përfitimeve të drejta që merr gruaja, sidomos gruaja kryefamiljare, dhe për të dalë tek një problem tjetër. Ne kemi një situatë ku ju dini që kemi disa gra që janë në nevojë, janë qoftë për arsye të papunësisë, po qoftë dhe për arsye të divorcit. 34.000 divorce në vitin 2023 sipas Instatit, nga të cilat 20.000 ishin gra. Dhe ju duhet ta dini, të gjithë ne e dimë, që jo të gjitha gratë që bien në statusin e divorcuarës kanë garanci financiare, janë punësuara, kanë krenari profesionale, kanë stabilitet ekzistencial. Një pjesë e grave divorcuara, siç e dini, mbi supet e tyre mbjerr barë të rënda, jo vetëm papunësisë dhe të varfërisë, po dhe të vështirësive për të rritur fëmijët. Dhe këto nuk janë pak, janë 20.000 gra. Nga këto, unë nuk e di statistikisht se sa mund të jetë përqindja e grave që bien në varfëri në raport me ato që kanë stabilitet ekzistencial. Po rreziku është i lartë. Mendoj që ky buxhet gjinor, unë nuk e di, të mos jetë një slogan propagandistik. As të mos jetë një shumë parash e futur në thesën e buxhetit i orientuar drejt grave dhe nevojave të tyre, pa bërë këto specifikime, pa bërë këto diagnostikime kapilare të holla, ku janë nevojat ekzistenciale më të forta, ku duhet të përqendrohet ky buxheti social me mekanizma dhe me instrumentat adekuat për të shërbyer pikërisht atje ku nevojat janë më të mëdha. Megjithatë, këto detaje nuk i kemi, profesor Tushi, por gjithsesi, teorikisht, mendimin tuaj, mbështetja ndaj vajzave dhe grave, por njëkohësisht edhe mbështetja ndaj familjes si institucion, zgjidh edhe shumë probleme tjera zinxhir që ne edhe së bashku kemi diskutuar her pas here, duke nisur që nga divorcet e deri tek numri ullët i lindjeve. Shikoni, konkluzioni im në të gjitha analizat dhe studimet që kanë bërë të situatës sociale në Shqipëri, mendoj që në mënyrë eksplicite të gjitha problemet sociale, ose më saktë, për të qenë i saktë, shumica prej tyre janë të koncentruara tek familja. Shumica e problemeve dhe halleve që kemi në shoqëri po na burojnë në familje. Aty kemi dhunën, konfliktin, divorcin, varfërinë, papunësinë, fëmijë që devijojnë, që bëhen bullistë, që përdorin lëndë psikotrope, drogë, alkool, fëmijë që fillojnë jetën e aktivitetit seksual parakohshëm, dhunë midis burrit dhe gruas, dhunë midis marrëdhënieve prind fëmijë, është sipas gjykimit tim, familja është bërë institucioni më i lëkundur i shoqërisë shqiptare dhe mua më vjen shumë keq që kjo aureola politike, ky debati për të marrë me këto çështje globale të mëdha, ku diun, apo me problemet që shfaqen në shoqëritë e tjera europiane, janë bërë si një mur kinez apo si një perde që na pengon për të parë problemet tona. Familja është institucioni ku duhet investuar më shumë. Absolutisht. Pra, do të thotë që në politikat shtetërore, familja është institucioni i jetës private, dhe unë nuk them se ka shteti përgjegjësi që ti je dembel, ka shteti përgjegjësi që ti s'do të punosh, ka shteti përgjegjësi që ti nuk prinderon dhe nuk rregullon marrëdhëniet me fëmijët, apo që ti je një mashkull barbar që zi të ndërtosh marrëdhëniet bashkëtorë. Jo, këto janë probleme private, por në mënyrë të tërthortë, duhet investuar për konsolidimin e familjes, sepse shëndeti social i shoqërisë është shumatore e shëndetit të familjes shqiptare. Nëse rregullojmë marrëdhëniet brenda familjes, raportet brenda demokratizimit të brendshëm të familjes, marrëdhëniet vertikale dhe horizontale të familjes, pra midis të rriturve dhe të vegjëlve, midis grave dhe burrave, midis meshkujve dhe femrave, atëherë ky shëndet i përmirësuar i familjes do të reflektohet edhe në shëndetin e shoqërisë. Do kemi më pak kriminalitet, do kemi më pak neurotizëm social, më pak dhunë, edhe disa fenomene të tjera të cilat janë si një ekuacion zinxhiri i cili duhet marrë në konsiderat. Tani ju më pyetët mua që po këto problemet e tjera që kanë ndalë, po, është e vërtetë që një pjesa më e madhe e dhunës ushtrohet në familje. Pjesa më e madhe e ngjarjeve kriminale ndodhin në familje. Problemet e tjera të jetës bashkëtorë. Ju lutem vetëm duhet ta ktheni pak kamerën sepse u kthyen horizontal. Pra jemi derisa
Ti jemi sërish gati me zotin Tushim, po diskutojmë në lidhje me buxhetimin gjinor. Me herët ishte ministri i financave, i cili zoti Mala, i cili deklaroi se buxhetimi gjinor është në vlerën e 84 miliard lekëve për vitin 2026, ndërkohë referuar edhe disa dhënave të tjera të publikuara nga Agjencia Kombëtare për Punësimin dhe Aftësimin nëpërmjet programeve që synojnë punësimin e grave dhe vajzave, janë punësuar plot 13.308. Zotë Tushi, jemi sërish në lidhje drejt për drejt, mund vjoni. Në këtë kontekst, një varg probleme që ka sot familja shqiptare, një pjesë të tyre lidhen edhe me varfërinë. Lidhen dhe me faktin që një pjesë grave që janë sot në familje shqiptare janë pa punësuara. Dhe familja shqiptare akoma është disi tradicionale, do më thënë e pranon atë gruan si zonë shtëpie, e cila ka si destinacion biologjik të sjellë fëmijë në jetë, të rrisë fëmijë, të bëhet edukatore, jetë bashkëshorte, dhe të mbajë dhe kuzhinën. Ky koncept i kufizuar tani më është tronditur, sepse emancipimi i gruas, zhvillimi i saj ka sjellë disa pasoja të tjera. Sikurse njëra prej tyre ju e përmendët është një problem me të vërtet krucial, shumë i rëndë, jo thjesht demografik, por kompleks, sinkretik, ekonomik, social, kombëtar, lindjet. Ka të bëj me rënjen e fertilitetit në shoqërinë tonë. Është një problem alarmant. Sepse në shoqërinë shqiptare tani më kemi arritur në kufi ekstremal që me rritja e popullsisë është negative. Pra tani kanë filluar të lindin më pak dhe të kemi më shumë të moshuar. Plakja e popullsisë ka bërë që të kemi këtë problemin e faktit që kemi sot 1.2 fëmijë për grua është alarmante. Kur minimalisht ne duhet kemi 2.1 fëmijë për grua, për të mbajtur faktën këtë popullsi që kemi. Dy gjëra, dy fenomene të dyja retrograde nga pikpamja demografike, rritja e emigracionit ose të themi vazhdimi i emigracionit, se s'mund të them megjithëse s'ka qenë ndonjëherë ndalur, e para, dhe dyta rënja e lindshmërisë së popullsisë. Sigurisht, edhe kjo çështje private, lindja e fëmijëve është një vendim që merret nga familja. Faktorët e disfavorizojnë emancipimin e femrës, rritja e nivelit kulturor, modeli amerikan i familjes bërthamore, gruas me një fëmijë, lufta me një fëmijë trofe, që familja shqiptare tani më është infektuar nga fakti që do një fëmijë, vetëm ky të bëhet i shquar që të vërtetojë statusin social të familjes dhe për këtë fëmijë, për një fëmijë investohet gjithçka dhe kjo bën që të kemi më pak lindje dhe kthyer familja bërthamore ose familja me një fëmijë e shumta deri në 2 fëmijë është bërë modë. Tani si mund të zgjidhet kjo? Natyrisht e thash është institucioni jetës private, por politikat duhen për të nxitur dhe për të rikthyer prap atij buxhetit gjinor, i cili interferon në këtë rast, duhet të ndikojë në së pari në garantimin e vendit të punës të gruas. Duhet siguroj benefitet të tjera sociale, sepse kostoja e rritjes së një fëmije tani më është shumë e lartë dhe në një farë mënyrë nuk jemi më në atë shoqërinë barazitariste, po jemi në një shoqëri të diferencuar që ka sjellë moderniteti, ku fëmijët bëjnë krahasime dhe familjet bëjnë krahasime dhe kjo sjell një lloj situate burnoutit, raskapitje të familjeve që janë në nevojë ose që nuk i kanë mundësi për të qenë të barabartë me të tjerët, dhe kjo bën që të ulet gjithmonë numri i popullsisë. Në qoftë se duam ta shmangim këtë popullsi që po plaket në mënyrë dramatike, jemi nga vendet më të, domethënë imagjinoni, nga 27 vjeç, ishte mosha mesatare e popullsisë tonë në vitin 1990, të arrinë në 44.5 vjeç në vitin 2026 janë në ritme të llaktarshme, nuk janë në ritme normale, janë tronditse, kemi ritme ndër më të lartat në mos, më të lartat në Europë. Mund të krahasojmë me Francën, me Spanjën, me Italinë, por ato kanë një kohë të gjatë që kanë arritur te mosha 44-45 vjeç. Ne kemi vrapuar në këtë drejtim. Ky është problemi, ritmi i plakjes dhe ky është problemi. Ritmi i plakjes në shoqërinë tonë është dramatik dhe ne duhet ta njohim këtë të vërtetë. Atëherë, nëse bëjmë diagnostikim real të situatës demografike, nëse atë shikojmë në mënyrë sinkretike, jo vetëm si problem popullsie, si numerikisht nga pikpamja sasiore, por dhe cilësisht të lidhur me jetën tonë, të lidhur me skemat e mbrojtjes sociale, me plakjen e popullsisë, me skemat e mbrojtjes shëndetësore, me sistemet e tjera të shërbimeve sociale, sepse
sa më shumë plaket popullsia, aq më shumë shtohen nevojat për shërbime sociale të personalizuara, publike dhe private. E të gjitha këto do krijojnë kontradikt shumë të madhe midis të ardhurave, tregut të punës, nevojave të tregut të punës për kulturore, ku siç e shikoni, kemi filluar tani më të importojmë, do fillojmë të importojmë dhe brezinerin nëse do vazhdojmë të plakemi me këto ritme. Edhe një pyetje, zoti Tushi, në lidhje me të ardhmen, me çfarë duhet bëjmë? Mendoni se realisht çështja mund të jetë edhe financiare, pra për të kuptuar që nëse qeveria ndërmerr një politikë agresive duke subvencionuar gjithçka, gjithmonë për sa i përket familjes, do të kenë efekt ato apo shoqëria ka gjetur këtë reatflikun, nëse mund ta quajmë kështu? Problemi së pari është kulturor, është antropologjik, është sociologjik, është i lidhur me aspekte që kanë të bëjnë me zakonet, me normat, me traditat, me normat e lindjes, me interferencat e modës, presionit që vijnë nga moda për të sjellë tipologji të reja të martesës, familjes, të numrit të fëmijëve, dhe këto komponent që duken sikur janë superstrukturor, domethënë lidhura me kulturën e njeriut, me emancipimin e tij, sepse siç e dini, ka një ekuacion i njohur botërisht. Sa më i lartë niveli kulturor i një popullsie, aq më i pakët numri i lindjes, dhe sa më i ulët niveli kulturor dhe arsimor i një popullsie, aq më i lartë është numri i lindjes. Mjafton të shikoni raportin midis Europës dhe Afrikës për ta vërtetuar këtë ekuacion. Kjo është njëra anë që ka të bëjë me këtë gjë që, domethënë, si të them unë, s'është e lehtë, nuk ka ilaçe, nuk ka terapi për të rregulluar, si thua, pjesën e brendshme, spirituale, kulturore të shoqërisë për të ndryshuar këtë realitet që jetojmë. Por, natyrisht, nuk mund të them se në mënyrë të fortë nuk mund të ndikojnë politikat. Duhen politika dhe strategji prej vërtetit. Prej vërtetit në kuptimin që e para njerë të bëhet gjithçka për të demotivuar emigracionin. Janë bërë përpjekje, flitet që ka një lloj procesi reversibël, domethënë edhe vinë, edhe ikin, megjithëse sipas gjykimit tim, raporti midis atyre që rikthehen dhe atyre që ikin në mënyrë definitive është akoma disproporcionat, është negativ. E para. E dyta, lidhur me problemet e mbështetjes, po e them prapë të familjes, që është një gjë shumë e rëndësishme, duhet politika më precize, më bindëse, më të ndjeshme, më utilitare, më konkrete, më të prekshme për familjen. Dhe natyrisht do të ishte shumë e rëndësishme edhe përmirësimi i rrjetit të sigurimeve shëndetësore, shoqërore, sepse ka një sintagmë, një paradigmë të njohur universale nga pikpamja sociologjike, e cila thotë që kur shoqëria plaket, shërbimet sociale duhet të rinovohen, duhet të përmirësohen, duhet të shtohen në përputhje me kërkesat që ka një shoqëri për shërbime për fëmijë, për të moshuarit, për personat me aftësi ndryshe, për gratë e dhunuara, për përdoruesit e lëndëve psikotrope. Pra jemi në një prag të një shoqërie që ka nevoja të jashtëzakonshme në këtë moment. Zoti Tushi, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbar në vim.